Islami është si një kështjell shumë e fortifikuar, që nuk mundet askush ta dëmtoj. Nuk mundet askush t'i mvesh diçka që nuk i përket. Islami është fe. Fe me cilën është i kënaqur Allahu i lartësuar, që ne si robërt të tij ta kemi. Është e vetmja fe e pranuar tek Zoti i gjithësisë. Islami nuk dëmtohet se gabon dikush prej nesh. Frika është për ne dhe jo për Islamin. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. Ti o Muhammed, mos u brengos për ata të cilët nxitojnë drejt mosbesimit. Në të vërtetë, ata nuk mund ta dëmtojnë Allahun as pak. Kështu kuptohet për një ajeti në Kur'an. Elusim Allahun e lartësuar që të na përmirësoj, na bëj për atyre që i praktikojnë ashtu siç duhet mësimet e kësaj feje. Elus Allahun e lartësuar që ta përmirësoj gjendjen tonë. Amin.